Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të vazhduar të komentojmë ngjarjet më të fundit dhe për të vazhduar të komentojmë dinamikat më interesante. Do ndalojmë të flasim për Luiz Eilin. Luizi është i preferuar juaj, nuk e vë fare në diskutim për marrëdhënien e tij familjare me Kiarën, me vajzën por edhe me Artin. Luizi, ditën e djeshme ka ndarë disa fotografi që kanë bërë xhiron e rrjetit. Do të thoni ju pse? Sepse është i vetmi çift nga shumë çifte, për shembull siç është edhe i Gjelshkira dhe Daksi, por edhe Nada, Neda Ballukun falni dhe Ogreni që kanë lindur në Big Brother si dashuri, kanë lindur si çift, kanë lindur si emocion, kanë qenë pjesë e ndjekur e rrjeteve sociale, por Luizi dhe Kiara vazhdojnë të ndiqen non-stop. Janë një çift që çdo ditë na falin emocion, janë një çift që çdo ditë na falin dashuri. Në fakt unë personalisht i pres me shumë mall fotografitë e tyre, i pres me shumë dashuri atë që ato postojnë vetëm e vetëm për ta komentuar dhe për ta sjellur sa më pranë jush, sa më afër jush. Dhe Luiz Eili çdo ditë na pasionon të gjithëve me familjen, me dashurinë e tij. Luizi ka ndarë një fotografi ditën e djeshme duke u argëtuar me Kiarën. Do me thënë, ajo që unë shoh tek ky çifti, pa marrë parasysh se çfarë kanë bërë në jetë, pa marrë parasysh se si e kanë ditën të lodhshme me shumë angazhime, ato din të jenë shumë fleksibël tek publiku dhe din t'i falin publikut shumë emocion dhe dashuri, gjë për të cilën Luizi e bën më së miri së bashku me Kiarën. Dhe kjo në fakt na bën të gjithëve të jemi kureshtar për të kuptuar se çfarë ndodhen me këtë çift. Luizi dihet të ndan përditshmërinë, Luizi dihet ta bën Kiarën e lumtur, dihet të ruan dhe sukseset në profesionin e tij, por dihet të ruan edhe familjen, gjë e cila është më e shenjta. Dhe pikërisht Luiz Eili këtë gjë na e falën çdo ditë. Luizi dhe Kiara tashmë po fillojnë me shumë intenzitet punët e tyre, me shumë forcë dhe me shumë dashuri. Po përgatiten për të nisur filmin të shumë përfolur dhe të shumë premtuar, por njëkohësisht po përgatiten edhe për të sjellur projekte interesante, që Luizit na sjellën këngë, na sjellën edhe bashkëpunime të fuqishme tashmë më 28 nëntor, edhe njëkohësisht edhe për festat e fundvitit. Por ajo që unë dua ta klasifikoj te Luizi është një personazh i cili e bën bukur ndarjen e profesionit dhe familjes dhe të themi troç nga Big Brother VIP. Luizi dhe Kiara janë i vetmi çifti real dhe i vërtetë që mbeti më afatgjatë dhe që në fakt ishte i sinqertë që në ditën e parë me publikun. Dua të marr mendimin tuaj.